Në një mbrëmje ku fjala poetike u bë ura më e natyrshme e komunikimit mes kulturave, në Ulqin u promovua vëllimi më i ri i Agim Vincës, Falmi sytë e tu, Homer. Aktiviteti u mbajt në ambientet e librarisë Ulqini, ku mblodhen figurat e jetës kulturore, ardashës dhe të rinj, duke kthyer hapësirën e librit në një arenë të gjallë dialogu letrar. Mbrëmja u moderua nga Erlinda Usmani, thesë e librarisë Ulqini. Ajo theksoi rëndësinë e organizimit të ngjarjeve të tilla në qytet, duke nënvizuar se hapësira të tilla janë jetike për të mbajtur gjallë dialogun kulturor dhe për të afruar brezat me librin. Ajo foli për krijimtarinë e Agim Vincës, ku ndër të tjera tha se mbështetet në një përvojë të gjatë akademike dhe letrare. Sonte në ambientet e librarisë Ulqini kemi kënaqësinë dhe nderin të mirëpresim një nga figurat më të shuara të letërsisë shqipe, poetin dhe studiuesin Agim Vinca. Prania e tij nuk është vetëm një privilegj kulturor, por edhe një moment i veçantë për gjithë neve. Mirë se na vini, profesor. Është një nder i veçantë që profesor Vinca ndal mendimet e tij dhe përvojën me ne, duke pasuruar diskutimin tonë letrar me nuancën që vetëm një poet e bën më së miri. Për më tepër lidhja e tij me Ulqinin është e veçantë. Siç folëm dje, ai ka qenë profesor i shumë brezave të studentëve nga ky qytet, të cilët sot japin kontribut të rëndësishëm në fushën e letërsisë, gazetarisë dhe kulturës në përgjithësi. Vinca, poet, kritik letrar, historian letërsisë, publicist dhe përkthyes. Lindi me 22 maj 1947 në Velesh Struk, Republika e Maqedonisë Veriut. Shkollën fillore e kreu vendlindje të mesme në gjimnazin Struk, kurse studimet për gjuhë dhe letërsi shqipe në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës. Magjistroi me temën Mendimi kritik i Mitrush Kutelit 1974 dhe doktoroi me temën Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe 1945-1980, të cilën e mbrojti në vitin 1983 te akademiku Recep Qosja. Në vitin 1972 u zgjodh asistent i historisë së letërsisë shqipe, me pas ligjërues, docent, profesor ordinar dhe profesor i rregullt, 1995. Deri në pension punoi në Universitetin e Prishtinës, ligjëroi letërsi bashkëkohore shqipe në studimet themelore bachelor dhe teoritë dhe metodat letrare në studimet master. Përveç Prishtinës ka ligjëruar edhe në universitetet e Tiranës, Shkupit, Tetovës, Prizrenit, Gjakovës, Vlorës e Shkodrës, në Kolegjin AAB në Prishtinë dhe si profesor i ftuar edhe në Universitetin Paris 8 në Paris. Në fjalën e tij përshëndetëse, poeti Agim Vinca ju drejtua të pranishmëve me mirënjohje dhe emocion, duke vlerësuar pjesëmarrjen e tyre dhe rëndësinë e këtij takimi letrar në Ulqin. Ju falenderoj gjithëve, gjithë të pranishmit, që keni gjetur kohë të vini në këtë akt kulturor, promovimin e librit tim me poezi të zgjedhura, të botuar nga enti i teksteve mjetën mësimore i Republikës së Malezi, botim dëgjues shqip në gjuhën malazeze. Kam kënaqësinë të jem sot në mesin tuaj, para publikut ardashës të Ulqinit, në këtë mjedis kulturor, dhe më lejoni me këtë rast të përshëndes të gjithëve, po posaçërisht kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Maltezisë, zotin Fajkita, konzullin e përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë këtu në Ulqin, zotin Zoçi, drejtoreshën e institucionit të rëndësishëm të entit të teksteve të Republikës Malezi, kryeredaktorin, redaktorët e librit zotin Dimitrov dhe zonjën Lida që kam të pranë, shkrimtarin e njohur Nikolaidis dhe gjithë ju të tjerëve, kërkoj ndjes nëse harrova diken, po të gjithë jeni të nderuar dhe të mirë se ardhur. Unë kam udhëtuar sot nga Prishtina për të qenë në një takim modest me ju, ku do të shkëmbejmë bashkë disa mendime, do të ndëgjoni disa vargje të mia dhe ndonjë mendim për poezinë time. Kaq, faleminderit. Në fokus të mbrëmjes ishte vepra Falmi sytë e tu, Homer, një përmbledhje poetike që vjen si një reflektim i thellë mbi kohën, kujtesën dhe përvojën njerëzore. Botimi dy gjuhësh, në atë shqipe dhe malazeze, u cilësua si një hap i rëndësishëm drejt ndërveprimit kulturor. Dhe një dimension i veçantë i diskutimeve ishte përfshirja e veprës në programet mësimore në Maltëzi, fal bashkëpunimit me entin për tekste dhe mjetën mësimore në Maltëzi. Në aspektin kritik, vepra u analizua si një dëshmi e fuqisë së poezisë për të artikuluar përvojën historike dhe shpirtërore.
Studiuesja Hasnie Muratagić Tuna vlerëson se Kao urednici, pravo mi je zadovoljstvo što sam učestvovala u ovom projektu i mislim da smo dobili jedno divno dvojezično izdanje koje je objavljeno u okviru edicije Mostovi. To nije prva knjiga koja je objavljena na dva jezika, jer Zavod za udžbenike tradicionalno godišnje objavljuje vanudžbeničku literaturu na albanskom, ali i četiri izdanja dvojezična. Za početak bih pročitala predgovor profesorice Hasnie Muratagić Tune, koji zaista lijepo predočava ovu zbirku. U svom životu, naročito u vremenu zla koje ga je zadesilo, Agim Vinca nije ćutao nemoćno. Imao je razloga da progovori i da se bori pjesmom kao jedinim oružjem, kako to i čini pjesmama koje nam sada nudi. One nas nijednog trenutka nisu ostavile ravnodušnim, jer nas je ovaj pjesnik svojim pjesmama lagano uvukao u ponor slika svakodnevno doživljavanih u njegovom zavičaju ili daleko od njega. Nekima od njih svjedočili smo i sami. Mislim da je zbirka Agima Vince potpuno originalna i da ima sposobnost da izazove pravi umjetnički doživljaj, tematski je raznovrsna, puna informacija o životu i promišljanjima ovog autora o vremenu i prostorima na kojima živi. Një tjetër zë i rëndësishëm i mbrëmjes ishte ai Dimitrov Popović, i cili u ndal tek dimensioni universal i poezisë së Vincës. Libri si një mesazh ndërrimi e përkujtimit. Më ka ndodhur edhe mua kështu, nërsa po mbyllja një borxh ose më mirë një detyrim, thuja si duash që më lidhte me një mik të hershëm të jetës sime që në gjimnazin e Durrësit, poetin e ndjerë Mojkom Zeqev. Ja kishim botuar një libër të përkthyer në gjuhën malazeze, për jetësime Tiranë, dhe kishte shumë dëshirë që libri të promovohej në Tiranë. Ishin ditët e fundit të jetës së tij, dhe duke munduar që ai ta mbyllte sa më mirë rrugën e vet poetike, nga spitali në Tiranë, me një çantë të varur në qafë me aparate mjekësore, vjen të asistoj në paraqitjen e librit të tij të përkthyer në gjuhën e një komshiu. Shumë do të kisha hyrë borxh që ta shlyja ashtu si duhej këtë dëshirë të tij. Mbledhur shumë njerëz të stenda jon, miq e shokë të tij, e ndiqnin si hapur çdo lëvizje. Edhe unë bëj ashtu. Por mbi të gjitha e theu heshtjen dalja e guximshme e një personi që më ndihmoi me shlyje borxhin ndaj tij, por duke më futur në një borxh të ri të personi tjetër. Pikërisht te ky që na ka mbledhur sonte, poeti i madh i fjalës së gjuhës shqipe, i thjeshti dhe i thinjuri Agim Vinca. Nuk është kollaj të gjesh epitete të bukura që fillojnë me thënë, se këtë shkruajnë do ta përmend prapë më vonë në këtë diskutim. E kam atë fotografi gjallë sa më ushry para jush, se nuk kam shtuar asgjë për më një losh, por më vjen mirë, ashtu se i kishte ardhur mirë secilit, kur dikush të kujton e më shumë të ndihmon me ushlyje burrnisht. As një kërkesë nuk kam pas asun, as enti prej poetit Agim Vinca, që të botohet tek ne. Unë vetëm kam kthyer mundësitë për ta botuar, dhe kur jam siguruar se ekziston programin tonë mësimor me poezinë Ndriloni, i jam drejtuar kryetarit të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, zotit Fajknika, duke i thënë se e kam propozuar për këtë vit veprën e tij poetike për ta botuar në dy gjuhë. Fajku, si gjithmonë, e ka mirëpritur dhe shumë i gëzuar më ka uruar votimin e saj, bile edhe një takim me të në Ulqin, pikërisht takimin e sotëm. Programi artistik i mbrëmjes i dha ngjarjes një dimension të veçantë artistik, ku paraqiten performanca në violin nga Rona Kurti, e gjithashtu nxënësit e gjimnazit të Ulqinit sollën interpretime të zgjedhura nga poezitë e librit në të dyja gjuhët. Ka diçka që është si buka, si krika. Ka diçka që është si uji, si ajri.
Ka diçka pa cilën s'rritet bari, as qeli lullet. Ka diçka pa cilën s'këndojnë zogjt, as ngrihen çerdhet. Ka diçka që është më thellë se deti, më e madhe se shpresa. Ka diçka që është më e bukur se pranvera. Ka diçka pa cilën s'vjen behari. Ka diçka që është si drita, si zjarri. Ka diçka që është më përditshme se përditshmëria. Ka diçka që është më amshueshme se patekshmëria. Ka diçka që është e s'është. Ka diçka që s'ka kufi. Ka diçka prania së cilës na dej, na pushton. Ka diçka që na mundon. Ka diçka mbi gjithçka. Ima nešto. Ima nešto poput hljeba, poput soli. Ima nešto poput vode i vazduha. Ima nešto bez čega ne raste trava, niti cvjeta cvijeće. Ima nešto bez čega ne cvrkuću ptice, niti se svijeju gnijezda. Ima nešto što je dublje od mora, veće od nade. Ima nešto što je ljepše od proljeća, ima nešto bez čega ne dolazi ljeto. Ima nešto što je kao svjetlost, kao vatra. Ima nešto što je svakidašnje od svakodnevnice. Ima nešto što je vječnije od vječnosti. Ima nešto što jeste i što nije. Ima nešto što nema granice. Ima nešto čija nas prisutnost upija, osvaja. Ima nešto što nas muči. Ima nešto iznad svega. Organizatorët, përfshirë Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi, vlerësuan këtë promovim si një dëshmi konkrete të rolit që luan letërsia në ndërtimin e urave kulturore.